ta zëmë për këta pacientat të cilët nuk e dallojnë ndryshimin deri në fund, deri në stadin e fundit. A dallohet ndryshimi prej jashtë? Jo, prej jashtë. Jo, dikush neve që na shikon, nuk ka ndonjë skuqje, ndonjë. Kjo është mirë që e potencove këtë, se është edhe kështë harru. Unë i thamë edhe pacientave të mi, thotë për shumë, a jemi diabet, thotë po, që jam qep 15 vite. A je kontrolu të mjeku, po, jam kontrolu. Po, a i ke të regu nërë që i ki diabet? Jo, si kom të regu. Kështë ideja të më thonë. Që kom shku i kom ndro syza çdo vjetë. Ta kuptojnë realisht, pacienti që është me diabet, mos të fokusohet të ndrimi i syzave realisht. Të fokusohet është prek syri nga diabeti apo jo. Se mund gjithmonë thotë, a doktor shkruajmë një par syza. O, nuk ka problemi, është mas leti për neve mjekëve të syve t'ja shkruajmë një par syza. Problemi është me po a është prek retina me diabetet apo jo. Kështu që gjithmonë se ndonjëherë pacienti shtyhen ty, hin atë farë shkruajmë një par syza. Se s'po shoh mirë, se trubët se. Është diabetit, kur është pacienti me diabet, mos të fokusohet të ndrimi i syzave. Nëse mund ta dha dhe mendimin tim, unë kam nga eksperienca sepse edhe fëmijët edhe prindë edhe i kam krejt familjen në klinikë gjermane, por kjo ka qenë pjesë e pyetjeve në anamnezë çdo herë, a jeni me diabet. Unë mendoj që edhe kolegët tu, oftalmolog duhet ta kenë, sepse jo çdo pacient mund të ketë informacione të përgjithshme shëndetësore, ti di njohuritë. Me tregu me ato emisionet e tua të para kur kam ardhur me tash vedia, po është shumë më e mirë. Po, absolutisht që po. Atëherë, sa më e madhe nuk e kanë ditë, s'ka pas ide që diabeti e prek syrin. E vërtet. Tash është fatimi se ndërveç është tu edisur popullata dhe tu e kuptu që ka mundësi që diabeti e prek syrin. Absolutisht. Është shumë dallim i madh. Unë përmes emisionit gjithmonë mundohem me ngrit nivelin e edukimit tek pacientët, por pse jo ta përcjellim si mesazh edhe tek kolegët mjek, sepse nuk ka mjek i cili duhet me konsideru pacientin gjithdijshëm. Mirë është me e pyet. Kështu që ju përgëzoj për këtë vigjilencë që keni ndaj pacientëve.